28 maj. Grindje dhe ndarje. Ju të dashur, kujtoni thënjet që janë parathënë nga apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht, që ju thoshin: në kohën e fundit do të ketë tallës që shkojnë sipas dëshirimeve të veta të papërshpirtërisë. Këta janë ata që bëjnë ndarje, shpirtësor që nuk kanë frymën. Juda 17 deri në 19. Njerëzit që kërkonin të shkaktonin ndarje nuk ishin unik vetëm për kishën e shekullit të parë. Ata kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë historisë së kishës. Prandaj, udhëzimi i Judës këtu është po aq praktik për ne sot sa ishte edhe për besimtarët, të cilëve ai u shkroi për herë të parë. Ata që shkaktuan ndarje në kishën e hershme kishin një kombinim të dëmshëm të gabimit moral dhe të atij doktrinar. Ata nuk e kishin frymën, nxitnin sensualitet dhe jetonin sipas dëshirimeve të tyre mëkatare. Juda 16. Megjithatë, ata kishin arritur të futeshin disi në mes të popullit të Perëndisë. Juda i përshkruan ata si guma, shkëmbin në nujor, vargu 12, të cilët gjenden aq thellë nën sipërfaqen e ujit sa të mos dallohen, e megjithatë janë të aftë të bëjnë kërdi absolute nëse ndonjë anije përplaset me to. Në të vërtetë, ata shkëmbin në nujor janë në gjendje për ta fundosur anijen. Si reagim ndaj këtyre sharlatanëve, Juda i nxiti bashkëbesimtarët e tij që të mos i harronin thënjet që janë parathënë nga apostujt, të cilët kishin paralajmëruar se në kohën e fundit, në kohën mes lartësimit të Zotit dhe kthimit të tij, do të kishte nga ata që do të talleshin me mësimet e Krishtit dhe të apostujve të tij të zgjedhur, dhe që do të toleronin ose madje do të nxitnin sjellje të shtyra nga dëshirat e tyre. Në provaninë e Perëndisë, kisha e hershme u paralajmërua që të mos kapej në befasi nga ata që do të shkaktonin ndarje të tilla. Dhe në të vërtetë, kështu jemi paralajmëruar edhe ne. Megjithatë, fjala e Perëndisë nuk na bën thirrje vetëm që të ruhemi nga ata që krijojnë grindje dhe ndarje. Ajo gjithashtu na drejton që të sillemi me mëshirë ndaj atyre që përleshen me dyshimin e vërtetë. Ne duhet të kemi mëshirë për disa që ndërdyshen, dhe të tjerë t'i shpëtojmë duke i rrëmbyer prej zjarrit të gabimit dhe të mëkatit. Juda 22 deri në 23. Ndërkohë që i kundërshtojmë mësimet dhe synimet të mësuesve të rrem, ruajtja e një ekuilibri të tillë është sfidë e madhe. E megjithatë, Juda nuk i shmanget nxitjes. Besimtarët që janë të sigurt në besimin dhe doktrinën e tyre janë thirrur që t'i ripërtërin me një frymë butësie ata që kanë rënë. Shi Galatasve 6:1, dhe që të ndërhyjnë në jetën e atyre që po luajnë me zjarrin. Meqense Perëndia ju ka shpëtuar dhe ju ka mbajtur, ju jeni thirrur për të qenë vigjilent ndaj rrezikut dhe për të nxjerrë të tjerët nga flaka me guxim por butësisht. Ju jeni thirrur për ta mbajtur veten në dashurinë e Perëndisë dhe për t'u lutur me zell. Juda 20. Që të jeni në gjendje për të dalluar gabimet dhe për të bërë ballë atyre që duan ta ndajnë kishën e Perëndisë. Atëherë, do të jeni në gjendje për të qëndruar për krah vëllezërve dhe motrave tuaja dhe për të thënë bashkë me Judën: të vetmit Perëndi shpëtimtar tonin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, i qoftë lavdi, madhështi, forcë dhe pushtet para çdo shekulli, dhe tani dhe në të gjithë shekujt. Amen. Vargu 25.